Në një zhvillim të rëndësishëm pas pushimit të arritur në fillim të tetorit, Izraeli ka lejuar hyrjen e 12 njësive të makinerive të rënda në rripin e Gazës përmes pikës kufitare Karam Abu Salam. Pajisje të dërguara nga komuniteti egjiptian në Gaza duke përdorur për pastrimin e rënojave dhe hapjen e rrugëve në zonat më të dëmtuara nga bombardimet. Krahas tyre, kamion për ndihmë humanitare po hyn çdo ditë në territor, duke sjellë ushqime dhe furnizime mjekësore për popullsinë e raskapitur nga lufta. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, rreth 90% të infrastrukturës civile në Gaza është shkatruar, ndërtesat publike, spitalet dhe shkollat janë kthyer në gërmadha, ndërsa rindërtimi i plotë i rajonit pritet të kushtojë mbi 70 miliard dollar. Marrëveshja për armëpushimin e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe për të mbështetur nga Egjipti i Katarit parashikon jo vetëm ndalimin e luftimeve, por edhe fillimin e procesit të rindërtimit dhe krijimin e një strukture të re të qeverisë në Gaza, pa përfshirjen e Hamasit. Faza e parë e marrëveshjes përfshinte shkëmbimin e bengjeve izraelite me të burgosur palestinezë, ndërsa fazat e mëvonshme fokusohen tek rimëkëmbja dhe rivendosja e rënd civil, që prej tetorit të vitit 2023 ofensiva izraelite ka shkaktuar humbjet jete që afro 68.000 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë. Edhe pse armëpushimi ka sjellë një fundmarrje të përkohshme, Gaza vijon të mbetet një nga zonat më të rënuara dhe më të prekura humanitarisht në botë.